kërkesë e të gjithëve që parashifet mundësia mu shtys të paku një vit ky vendim për me fillu mu implementu, do mund që bizneset e mlaja të dalin në tregun e hapër. Pas këtij vendimi në tregun e hapër duhet të dalin 1294 biznese. Takimin që patëm në Odë Ekonomike me zyrën e ZRE-s dhe bizneset, keni numër shumë i madh i biznese, afro 100 biznese, më të mlajat dhe dominun ato që i kemi prodhuese. Është një shqetësim i bizneseve për vendimin e ZRE-s, i cili kërkon që bizneset mbi 50 punëtor ose mbi 10 milion euro që kanë qarkodhim prej një qëshorit të dalin në tregun e hapër. Pa të mundësi edhe zyrtarët e ZRE-s mi dëgju shqetësimet e biznesit, në këtë rast më të theksum ishin edhe shqetësimet më të mëdha ishin të sektori i prodhimit, për arsye se dihet që dalja në treg parashifet që të ketë edhe rritje të çmimit të energjisë elektrike, ku do të ketë efekt zinxhiror të prodhuesi, do të arrit kostën e prodhimit ose kostën e produktit, i cili më pas kostot do t'i bartet konsumatorit dhe produkti jonë brenda tregut të Kosovës nuk do t'jetë konkurent me produktin e importum si që ka qenë deri më tani, por do t'jetë më i shtrenjtë se sa produkti importum dhe mos të folum kështu që edhe në tregun e huaj do ta humbë mundësinë që t'jetë prezent për arsye se janë kontrata të lidhura shumë herët me çmime të caktuara dhe në moment që ngritet çmimi ekziston friga dhe ekziston paralajmërimi që nuk do të blehet më në tregun e huaj produkti i Kosovës. Për këtë arsye, mbasi diskutimeve të shumta që patëm me zyrtarët e ZRE-s, ishte kërkesë e të gjithëve që parashifet mundësia mu shtys të paku një vit ky vendim për me fillu mu implementu, do mund që bizneset e mlaja të dalin në tregun e hapër, për shkak pikërisht këtyre shqetësimeve. Dhe e dyta ishte që t'i drejtohemi institucioneve të vendit që në rast se nuk gjendet mirëkuptim që të shtyhet ky vendim, së paku si veprohet në të gjitha shtetet e rajonit, po edhe në shtetet e Bashkimit Evropian, në disa shtetet e Bashkimit Evropian, që sidomos sektori i prodhimit, bizneset të cilat janë prodhues të subvencionohen. Sa për informacion, sipas dhanave që i kemi marrë ne si Odë Ekonomike nga administratat tatimore, si pas këtij vendimi në tregun e hapur duhet të dalin 1294 biznese, domethënë janë 61 biznese që kanë të punësuar më shumë se 50, ndërsa janë 318 biznese të cilat kanë qarkullim më shumë se 10 milion. Kurse sipas sektorëve, këtu hyn tregtia me shumicë dhe pakicën 439 kompani, prodhimi vjen me 197 kompani, ndërtimtaria është me 35 kompani, informacioni dhe komunikimi janë me 67 kompani dhe vijnë të tjera të mbas këtyne.